Fotografia e pacientit të shtruar në spitalin e Beogradit, rreth së cilit krahas presidentit serb Aleksandar Vučić shieshin edhe 10 persona të tjerë përfaqësues të mediave, shkaktoi shumë reagime në opinion. Këtë fotografi e kishte postuar Vučić, pasi pacient të vendit tonë u dërguan për mjekim të mëtejshëm në Serbi. Por në vizitat e pacientëve të këtill, kur protokollet duhet të jenë shumë strikte, Vučić shfrytëzoi rastin për të bërë PR për veten e tij, duke pasur parasysh edhe faktin se në çfarë situate të trazuar gjendet Serbia këto kohë për shkak të protestave masive kundër pushtetit. Se sa të rrepta duhet të jenë protokollet e pacientëve që kanë pësuar djegje nga zjarri në Koçan, e thotë edhe drejtori i spitalit teqtatori Sinisha Stojanovski. Unë do të përmbahesha nga komentimi institucioneve të tjera. Këtu, siç mund të shihni, protokolli të respekton rreptësisht dhe kujdesemi maksimalisht në sterilitetin, sepse djegja është plagë e hapur dhe patjetër duhet të kujdesemi që të mos vi deri tek infeksionet potenciale në plagën e pacientit. Edhe vizitat e kryeministrit Kristian Mickoski te personat e lënduar në zjarrin në Koçan në spitalet e vendit tonë nuk kanë qenë të pakta këto 2 ditë, por ai thotë se ka respektuar të gjitha protokollet. Edhe dje, edhe sot, kam vizituar pacient. Edhe sot edhe dje, jam kujdesur për protokollet e cilat më janë kërkuar nga doktorët. Nuk do të shihni fytyrë dhe nuk do të dëgjoni emër të ndonjë pacienti që unë e kam vizituar. Po, ka edhe të tillë që hynë me kamera dhe të ngjashme. Unë as nuk hy me kamerë dhe as nuk e kam ndërmend të bëj PR për kësaj gjëje. Megjithatë, në disa fotografi të postuara nga vetë Mickoski shihet se gjatë një vizite tek pacientët ditën e djeshme, ai dhe ministri Arben Taravari kanë pasur vetëm maskë të vendosur në fytyrë.